Ka ditë disa pyetje jo vetëm si djalë yt, po edhe si gazetar i arshëm. Jem pyetje thjeshta ama nuk t'i kom bo kurr. Nanosh, ti edhe babi kur nuk na keni fol për historinë e luftës. Gjithmonë i kemi ndëgju për bashkëlutetarëve të juaj. Edhe pse ndjehemi shumë krenar për veprën e juaj, deshta me ditë pse është diçka që nuk mundesh me diskutu me djemtë tu. Nane, di që periudha prej luftës deri te krijimi i familjes ka qenë begje e shkurtër. Deshta me ditë sa ka qenë e vështirë për ty perceptimi i realitetit edhe kontrasti prej luftës në paqe. Tash që jemi rrit edhe analizojmë jetën më mirë, dua ta di si ke arrit të angazhohesh politikisht e të njëkohësisht të na japësh neve fëmirin me përvojat më të mira, edukimet më të thjeshta po më të efektshme, edhe mbi të gjitha ku e gjete krejta dashni. Pyetja e fundit është një prej pyetjeve që ta kom bo begi shpesh. Është pyetje shumë serioze, ama gjatë ju ke shmang. A më do ma shumë mu a Rionin? Faleminderit Triumf. Triumfi është studenti jonë. Dhe çka ke qenë mirë me qenë këtu me t'i bo pyetje direkt, po faleminderit që i bëri me video. Tani sigurisht i mbajten me në pyetjet, po unë po t'i kujtoj një nga një, që mos t'ikim, as njonat mos metet pa përgjigje. I ke prit? Të fundit e kom të përditshme. Këto të gjithë prindrit e kanë. Po e nisim prej të parës. Ti dhe babi kur nuk keni fol për storjet e luftës, thot. Gjithmonë i kemi dëgju prej bashkëlutetarëve. Tani, pyetja ishte, pse është diçka që nuk mund ta diskutosh me djemtë tu? E para, ne kemi qenë prind të këtyre, nuk kemi qenë luftëtarët me fëmijët tonë. Edhe unë mund ta kuptoj edhe Rionin edhe Triumfin, se nuk e kanë të lehtë, babaj nuk ju jeton më, edhe ndoshta ju kanë met merak që nuk i kanë dëgju prej atij rrëfimet. Por unë këtu po i premtoj Triumfit se krejt çka ka dëgju populli prej meje, ndoshta është vetëm 10% që asaj që e kam përjetuar, dhe me që tash janë rritë po bëhen burra, kanë me dëgju edhe ato që nuk i ka dëgju askush. Do me thonë, i bjen një farë se ka qenë të vegjël, mos me i ngarku, mos me i rëndu, përveç asaj, mos me kalu ato që ti është dashur ta përjetosh. Përveç asaj, unë i kam thënë Rionit, Rioni djali i madh, që shërimi im ka qenë fëmia im i parë. Do të thotë ne kemi qenë të dalur nga lufta edhe dashnia prindore është diçka e mrekullueshme. Do thonë, naja me këta na ka kthy në një botë tjetër, në një gjendje tjetër, edhe thjesht edhe nuk kemi qenë ata që normalisht jemi në luftë. Si që këta janë mrekullia vetë, por që kam i dëgju edhe Triumfi edhe Rionit gjitha ato që janë përjetuar atje. Faleminderit shumë për përgjigjen. Pyetja e dytë lidhet pikërisht me këtë. Sa